Përshëndetje, shikues të nderuar. Shpresoj që të gjithë ju jeni mirë dhe po gëzoni shëndet në këtë vjesht, cila na ka surprizu me disa ditë shumë të ftofta. Të ftofta me shi dhe me burr në viset malore. Komplet pjesët e dëshanit janë me burr. Mendoj gjithashtu duhet jenë edhe të pejes, rruguvës. Për shembull, dje nuk kena punu, dje ka qenë data 3 tetor, nuk kena punu. Se kuptohet shirat shkaktojnë probleme edhe në prodhimin e zhavorit në burgthyse, si pasojë pastaj nuk del materiale mirë. Prandaj e kemi bërë pushim dje, sot ja kemi nisë apet. Edhe sigurisht që kur nalet puna nëpër burgthyse, aq më tepër pritet që të nalet puna edhe nëpër zërimin e rrugës. Sot ne do kalojmë. Këtu tani do hyjmë po tash te segmenti i jashtëkasnisit dhe do ta shikoni që puna është e pezulluar për shkak të rreshjeve atmosferike që kanë qenë këto ditë. Nuk ka lidhje shumë me temperaturat, se temperaturat mund të jenë edhe minus, por nuk ndërprehet puna për shkak të temperaturës. Puna zakonisht ndërprehet në qoftë se ka lagështi të tepruar, siç ja kam shpjeguar edhe në videon e parafundit, në tek dheu i cili hiqet. Dhe ja kam treguar ato dy arsyet kryesore se përse duhet të pezullohet puna. Zyrtarisht jemi në segmentin që ka jashtëkasniqi dhe Ilea Group. Edhe po shikoni qartazi që makinerit nuk janë në punë sot. Siç po shikoni gërmimet, njerën ka heken, domethënë rrëz me asfaltin ose në nivelin e asfaltit, si që patë që ishte atje. Por, pasi t'je ngërmuar sa duhet e gjithë traseja, pastaj do filloj gërmimi nër nivelin e asfaltit. Tu qenë kanë disa punëtorë, ndoshta janë roja, duhet jetë roja, tu që vjen, por nuk ka punime aktuale. Shikoni këtë pjesën këtej, si është hapur traseja në këtë anë. Siç ja kam tregu, këtu janë vorrezat e potershës, edhe më sa duket plani ka ra që të shmangin këtu vorrezat, të shkohet në anën e djathtë, jo të preken ato. Mendoj ka qenë vendim i arsyeshëm, shumë mirë që e kanë bërë kështu. Këtu tani shikoni djathtas si bashkohet gërmimet e asaj ane vinë bashkohen këtu me rrugën tani. Tash ky kolega këtu do t'jetë me tabelat Maqedonisë, po të Strugës. O nala aty të furrës, është i furr këtu. Edhe ka goxha mundësi që ky do shkoj të lika tret
ose eventualisht shkon te Jos Krasniqi, njëri prej tyre. Sepse këto janë dy fabrikat e asfaltit ku në drejtimin të cilin ky po shkon mendoj që atje është të shku. Se ky ose ka të ngarkuar bitum ose mazot, njëra prej tyre, të cilat përdoren pastaj për prodhimin e asfaltit. Bitumi përdoret me ahell zhavoret, që pastaj ai bëhet asfalt. Mazuti ndërkohë është lanë djegëse e cila përdoret për me ngroh zhavorin. Është shumë interesant si hyn zhavori ngrohet. Edhe pastaj mujt murdologë. Lezien kaka. Ja, kjo është aktualiteti i punimeve këtu në të ndërprera për shkak të kohës. Sot për shembull është mirë koha siç po shikoni, por kuptohet që ka mundësi që punimet fillojnë nesër. Ta shohim nëse ka reshje shiu. Tu jemi në Leshan tani. Edhe këtu tani do përfundon, ose saktësisht këtu, ja, fix. Këtu përfundon sektori që e kanë Jos Krasniqi, tani këtu fillon sektori që ka Lika Trade. Ky është leperi që e grohi ka 8 gumat pogonit edhe më kryojnë këtë zhurme në që ju e të gjani. Edhe pse izolimin e kabinës e ka gjatë mirë, që krahasuar me 4 aksat, ky bën shumë ma pak zhurmë të gjotë zhurma brenda kabinës, por zakonisht kur jam duke mos bërë regjistrime, kam ose radion shut, ose dëgjoj gjëra qa në telefon me pëlqen me dëgju lajme, e kom vendin këtu ku e lo telefonin, vetëm i shoj edhe një shikus kish fol pak për këto pemet, thoshte që blehet një farlloj mjeti cili montohet te eskavatori edhe pastaj ajo i blun komplet druret, është e vërtet. Vetëm që këto nuk i drejt mi blu për shkak sepse këto janë pronë e njerëzve. Siç i pat njerëzit janë të i marrë. Është e vërtet që mund të bluhen, pastaj të përdoren në fund të shtrohen si bankina si kështu, por tek ne nuk mund ta bësh këtë sepse është pronë private, njerëzit ka nevojë mi djeg ato, jo mi blu. Ose në fundit thjesht mund të shtyhen tutjet, gërmohen, vetëm që pastaj njerëzit e kanë të vështirë për t'i marrë kështu si pasojë. Nuk, për shembull, nuk e di nëse i kujtoni nëpër videot që kam pa bot tek te eskavatori ka qenë natë, kena sjell para 2 ditë këtu. Ky
Kjo është 945. Kjo shka I thëmë nëse kujtoni në Dolc, për shkak në Dolc, nga që është shumë guri poshtë, ka pemë, por nuk rriten shumë. Tu ndryshe, këtu në pemë shumë atë larta dhe ma trasha. Edhe nëse kujtoni në atë kohë në Dolc, ndoshta nëse I shikoni në anionën për vite mund të shikoni banor të atyre zonat të cilët vini I marrin drut e veta. Një pjesë një herë, një pjesë një herë, kështu më radhë. Dhe alama dhe ka njerëz të cilët shkojnë, I marrin sidomos tani që është afro dimni, pikërisht anësh rrugës në ato pjesët ku mund t'ju kenë diell sa do pak I marrin. Prandaj ja për shkak shikoni atje se si kanë prej, kanë vë metër edhe I kanë vendosur shitje. Këtu ka qenë, si ju shikoni videot më përpashme që unë I kom bërë në këtë pjesë, tu kanë qenë shumë pemë, ka qenë shumë vegetacion në anën e djallë. Kurse tani janë hek për shkak të punimeve. Që janë bo, këtu gërmimet I ka boli ka drejt, e ka pastru vendin, edhe kështu më radhë, dhe është gati për gërmimet e mëdhaja. Kjo është atmosfera sot në kantierin e ndërtimit të kësaj rruge, nuk punohet për shkak të rreshjeve, për shkak të kohës mëshira, por sigurisht që tetori, ose mund të themi vjeshta përveç atyre ditëve me shi që na rezervon, do ketë edhe ditë të tjera me diell. Sigurisht që edhe dimri do të ketë ato ditë të veta të cilat nuk mund të punohet, por do të ketë ditë të tjera të cilat mund të punohet. Edhe kompanitë të cilat e marrin seriozisht punën, ndërtimin e një rruge, ato ditë që mund të punohet, punojnë, ato ditë që s'punohet, s'punojnë, kaq. Por jo me tërheqjen totale të makinerive që pastaj zhduken edhe nuk vinë gati deri në fillim të verës. Jo, ashtu nuk mund të bëhet. Aty pastaj tregohet pa përgjithshmëria e zbatimit të projektit, pikqyrjes së projektit, afateve ligjore edhe kështu me radhë. Edhe pse secila firmë këtu ka 36 muaj kohë për me përfundu afatin, unë mendoj që një firmë serioze brenda një viti mundet pa pikën e problemit me ndërtu 4 kilometra rrugë, 2 kursi në janë dhe 2 kursi në anën tjetër. Me asnjëhuri sa ka mund për ndërtimin e rrugëve deri tani. Mendoni për Bekët e Lenka për shkak për 4 vjet e ka ndërtuar një autostradë ku ka shky male, ka mush fusha. Për rreth 4 vjet e ka ndërtuar një autostradë vetë 60 kilometra. Pej atje pej liçenit Morin aty ku është e dektinani në Orlak. Prandaj ku ka seriozitet, ka dhe punë. Edhe anasjellës. Okej, unë me këtë video rreth 15 minuta po më duket pas ka shku po. Unë t'ju lej me këto pamje të mrekullueshme të maleve të Pejës, të pjeshkëve të Pejës. Sa po e kalum Zahashin. Po e shikoni vetë dhe gjendjen e kësaj rrugë, ju kom folë disa herë për këtë pjesë. Edhe këtu besoj sa po të përfundoj zgjerimi nga Klina deri në Zahaç, edhe këtu duhet me bëj zgjidhje, se është skandaloze, është absolutisht I papranueshëm kjo cilësi tepër e dobët. Kjo cilësi tepër e dobët të ndërtimit të kësaj pjese.
Okej, të nderuar shikues, ju falenderoj, kaloni bukur, edhe po ju përshëndes nga këtu gati arritëm Pavlan. Sot do data 4 tetor 2025. Shumë faleminderit për shikueshmërinë edhe për mbështetjen që po i afroni kanalit tim. Edhe do të vazhdoj të bëj videot të cilat mund të jenë me interes për t'i ndjekur ju. Ciao, faleminderit.